رمضان إن الشوق فينا فاضح من ذا يلوم دموعنا بلقاك رمضان إن الدمع فينا غائر سبحان من بالمكرمات حباك. Së pari e lusmi Allahun Gjelle Shanuhu që adhurimet tona, ibadetet tona që i kemi bërë, që kam metën me i bërë, e lusmi Allahun që me pranoje këtë ibadetet, e inshallah nuk në shkojnë kohë, se shumë dam i madh është për dynja, me shku puna mundi me shkuën kohë, po mos folmi për ibadetet shpirtërore. Pra, çdo fillim ka mbarimin e vet. Ramazani misafir i Allahut ishte. Namazin taravive ishte misafir i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra së pari e fillum me misafirin të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ja së pari prapë në fund e përfundojmë e mbyllim këtë muaj të shenjtë pra me misafirin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra gjatë këtij ditëve ose këtij muaji çdo ditë dhe çdo natë ashtu e sofra me nimetet të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush ka marrë pjesë, ai nesër do të krenohet te Allahu, e ai që nuk ka marrë pjesë, ai do të bjerë pishman për vonë të tjetër. Për ato ditët e para ku me erdhë muaji i shenjtë i Ramazanit, varet për neve se si e kemi pritën këtë muaj të shenjtë. Sukur misafiri i jem edhe jote kur vjen një akraba, një afër, si ti dalish në rol misafirit, i thot bujrën po me gjimës goje, ai misafiri nuk ka i knaqëm nga shpejt. I sa du shërbej, bani sajdia, bani të mira, pra prania e jote nuk ka konë në rregull, ftira e jote nëse a konë imron, misafiri nuk ka rahat. Por nëse e prit me ballë qërë, këtë misafir të Allahut dhe pejgamberit alayhis salam, sheja çka është? Sheja në fund qifët, për qaj njerë çka gëzohën, edhe sa dhe kemi misafirin e pejgamberit alayhis salamit, qaj çka gëzohën, se u harxhu shkoj Ramazani, ai nuk i ka pas punë të mirë me misafirin e Allahut edhe me pejgamberin alayhis salam. Pra, kur e ki pritën, nëse e ki pritën me ballë qenë, me gëzim se ka ardhur ky muaj i shenjtë, ka ardhur një muaj i amnesties, ka ardhur një muaj madhështor, edhe ki pritën me qetë e me gëzim, pra kur del me fund Ramazani sukur sande, pra na bëmi mahzun, na vjen keq, se misafirin a thua, a kemi ditë me i bo sa i ditë, gjatë tine 30 ditëve, nëse jemi sjellë mirë, me misafirin e Allahut Gjelle Shanuhu, edhe ai nesër të shkojë te Rabbul Alamin ngritën punët e tona, veprat e tona, Allahu Gjelle Shanuhu e din më mirë, por dëshmi Ramazani, dëshmi namazi, dëshmi nasihati, dëshmi ardhja në xhami, këtë të gjana janë dëshmi të Allahu, vetëm me dëshmu se Allahu e din më mirë. Kur dëshmon Ramazani, dëshmon
namazit, dëshmon Kurani, dëshmon këto, pra Allahu Gjelle Shanu thot, e me laike, shka lipshin këto njerës, shka kërkojshin, shka dojshin, ja Rabbel Alemin, di kërkesa i kanë pasën brenda një mundi. Shka e në të kërkesa, njëna me imbrojtën, me ja bo haram trupin e tine, shpirtin e tine, gjehennemi. Dhe kërkojshin trupin e tire, dhe shpirtin e tire, me futën në gjennet. Allahu Gjelle Shanu thot, e ropë të mirë. Që ato shka e kam pritën mujnë temë, misafiri që ja qova, me ftirë të hapur të qërë, besa e jeme Allahu Gjelle Shanu, se ato kam i rujtën nga ferri gjehennemi, kam i futën në rahmetin e të, Allah i nasib në i botë. Pra kimi misafir o vlezën, që pe përcel një sande edhe nesën në të një nakshon, që këtë misafir, nëse na jemi gëzu në fillim, që po vjen, edhe në fund pra shqetësohemi, mahzun bëmi, dine se kemi punën mirëna me misafir të Allahu Gjelle Shanu. Pra sot dhe unë një pjesë të vlogër të shka një hadis për Pejgamberit alayhis salami, dhe të shërbehen bashkarisht. Dhe ashtë Allahu Gjelle Shanu, atë fjarë të Allahu, atë fjarë të Pejgamberit alayhis salami, shken digjojnë, me mësu me mbajt men, Allah i nasim në i botë. Pa atë shka e marrë men, me jadon gjimtijëve, trupit, sinjit, veshit, dorës, të gjithë gjimtirave, me jadon fjallë të Allahu Gjelle Shanu. Se sa njeri ka nejtë unë, gjithë ditën të e mona përgujt vllaun motrën, sa motra muslimane ka majtë Ramazan, gjithë ditën të i nënshmu motrët e veta. Lejse lillahi haqja, Allahu nuk ka nevoj o vlezën, nësë me ndërë të kështë e Zotit, pas ka nevoj për Ramazanin tem e tani, ose për namazin tem tani, ose për sadaka, jo. Inna Allahe ghaniyun anil alemin. Allahu Gjelle Shanu Zotri, i gjithave nuk ka nevoj për kur gjatë. Pra nevoja është e jemi edhe jote. Nahnu l-fukara ila Allah. Na jemi nevojtar për Rabbul Aleminin, se me fund kur po smumit, mendoj vetëm të smujen, mendoj vetëm një metër shka i hamë në iftar. A i gzim i ma 30 ditë. Pra kitë gzim që e kemi përjetuan vetëm se fizikisht. Pa a ka gzim ma të ma? Që të haje janë edhe mas Ramazanit, edhe si firë, speca pa të gjohë në shembë, amë iftari, vlerën, kimetit, nuk e ka pasë. Pra në këtë mirët e Allahut i shfrizojnë. A ka dishka të kujen që e shfrizojnë? Jo. Pra këtë mirët e Allahut Gjelle Shanu, edhe në shka shdoherë, falenderojnë, kur e fillojnë, për bismillah. Kur nalmi pi hajes pijes, thëjmë elhamdulillah. Pra hadisja kështu pika shkurta se koha nuk premton, po aq sa premton. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka treguar shumë mirë se kemi dy lloj hake o vëllezër. Kemi hak krijesor, hake të Allahu Gjelle Shanu. Edhe dita kemi hak të njëri tjetrin. Pra Islami më së pari Allahu e ka quën në këto nata para 1460 let, i banë që ka filluar ardhja, shpallja e Kurani Kerimit. Për shka? Nuk ka vetëm për ta lexuar, pra për ta kuptuar, edhe ato fjalë të Allahut me shtinë në praktikë. Ta shtrohet pika, erë dita e fundit, edhe sot edhe nesër, apo? Unë kishë në vetë pinë vetën edhe juve. Sa për neve e kalon një hujtë të keqë që Allahu nuk e do. Që më dhe rejnë, dhe një ka me rakë rejnë, në shguve, në shguve. Hajtë kush bota i trim nesh,
që të thuaj, o Zot, deri sot ka në morë kokë une. Prej sotit të jap besën madhënijës tane, se une me rrej nuk kam u marë. Dikush me përgoj, burra gra, pa mërë parasit. Qire filanu, qire ata. E përgojosën, ku shaj trima i musliman, ajo muslimane, që thotë o Zot, e pa në morë vetën qafë të i sot, prej sotit pëndohëm, i vi pishman, edhe të rokit djerën Allahu Gjellëshan. Edhe mos i numroj shumë edhe shumë huje. Pra që ki Kuran dhe që ki pejgamber, ka ardhur lezër jo për ahiret. Dhe shumë keq e kuptojmë na se Islami a fe e ahiretit. Për kundrazi. Islami fe e Allahu Gjellëshanu është me ndërduna me rregulluar çështjen e kësaj jete. Pra filloja ku fillon Islami? Se fillon pastërtisht. Hajde i marrë një këshirëm vetër, nëse trupin i tesh të mire, vjeshen i shmish të mirë, i vjeshen në rregull. Hajde pak ma lart e shumë një shpijen mrena. Shpijen mrena. Ku si të hatë si firë, deri të mesër e një mjallë në atë kuzhinën. Edhe shka thot? Thot vallaj, kam Ramazan une. Qëtër një muj Ramazan me nervoza, mos më folni se jam nervoz në Ramazan, subhanallah. Pra si thoi me atë hujet e veta, hajde të marrë i guximin, duke përcjellë misafirin e Allahut në vetë, nuk ka nevojë me dikatën në xhamat, unë jam Ramazan, unë jam hajut, unë jam video. Në vetë, i qaje djetin me Allahun Gjellëshan. Ja Rabbel Alamin, ma nuk i përbëjosi njerëzët, lezin dhe motën, nuk i marrë nga përgojë. Rejnë në qëti, unë e la o zë pisot. Pra si cëlljat hujin e vetë, që Allahu nuk në do në lezën, nëse e la, atëherë nga kemi zim të madhë, mas nesër, pra bajonin, kemi drejtë të festojnë, të knashmi, të dëvrehmi, se na e kemi pasru vetën hakin e me Allahu, po ku janë hakët e nga një qëtër? Ki e hak nënë dhe hak babë. Shka e në raportet e tona me nënë me babë? Katastrofë. Ku baba nuk thot djali, ose qika vajza, ti thuje, oj baba e nënë, mërive. Shak mërive, si bëhet e ladi, ti thuje, nënës mërive. Këtë nuk ka asë një tërbije me Islam, nuk ka fare lidhje. Pra qëri të dhe mujë baba si të do baba, otej. Si me bëllë baba, ako shkaktar qaj e nana, edhe baba, pejgamberi alayhi sallam i ka thonë, baba edhe nana. Pra është për evladin, sa pjesë e gjakut, babës edhe nanës e evladin. Raportet vla me vla, nuk i nuk darë, mi kimi mshirë, apo? Pse kimi mshirë, për shka? Se njoni falet, njoni falet, jo. Se njoni janë zekat, njoni sjerë. Se njoni kënon Kur'an, njoni musliman, njoni nuk ka? Jo. Këtë për një copë dënjaj o vezër, një copë dënjaj. Se aj fitoj ma shumë, e unë e meta ma pa. Një më të bëmë për qikë ta. Mere raportin këjshin më këjshin. Shumica dherë kapizikët e këjshinës janë billë, të msherë, për shka janë. E konë që janë për Allah, në regullë. Bëhë tërbije, dhe një bëjë tërbije. Pra kemi shumë lojë hake të cilët me të vërtet janë shumë. Mirë për na, nuk ja kemi mësien me i përmisuar dënjane. Mere pastërtije, mere i utë të tona. A shë pastërtije? Nuk ka vetë trupin e pasër, për datë dhe nësëtu. Jo. Pra në dijon e kitë hadith në pika të shkurta, s'pa letë, s'pa letë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë që të për dynjojë, nuk janë për aja. Po me që të punë të dynjojës, inshallah fitur ahiret. E para thë pejgamberi alayhi salatu wassalam në dynja, kini djerë të gale probleme, apo? A ka një që nuk ka probleme? Që nuk ka gale, nuk ka djerë. As një asbur, as gra. Të gjithë kemi dikush ma shumë, dikush ma pak.
sa jemi të gatshëm na të ndihmojmë nga një tjetër për një gale, një jetë, një problem që i be. Bile shka thënë, me hire ka, se ki kusha, kjo kusha. Nuk shkoj të ndihmojmë na, po hala mundomi të fundosu. Digjone pejgamberi alayhi salatu wa salam i shkëllata. Men nefesa muslimin, kurbeten, min kelemi dunja, kush bëhet shkaktar, me la me liruar të marrë frimarja, të bëhet në kusmuar, o mune me frimë su për marrë. Pra ja borgja, ja djeti gale, ja smuja, ja ka që kishtë loja. Pra nëse dikush shohet edhe qatë gale jahe, bilaute, qatë gale u vezër të dini se për nga meri ka thërë, Allahu gjelle shanu, një gale për galeve të ahireti, ka me jehek Zotit gjelle shanu. Pse te e lirove për një rasi e vlauta, motërën tane, Allahu gjelle shanu në ahiret, ku a gjë u vezër më nuk shitën në sabë. Parja nuk shkon, njërësia nuk shkon, jau me jafirru në mërgu min e khiri, kur dhe të hike nga një qëtë unë të piti të pimu kje me i pse të kam hapë, kje hapë. Me ndone që gjithë është hargjohet dënjane, si mu i Ramazanë, si u hargjohet edhe jetë ajo në hargjohet. Pra me ndone se një ditë e venë, edhe dhe të hike unë të piti të pimu, ki shkaj, për shkaj, shkaku se vjetë e asë unë të jenë nuk kam zhvile një gajnë, një djemë, po bile mu kam arru tjeti. Një ju muslimat, e kje përshi, e kje të puna, edhe i ka ra një telashe, që kja islami jonë. Jo, unë edhe të shka praktikoj. Pra, një gajnë i ka ra një djemë, jo muslimat, mësë për muslimani, jo muslimat, nuk guzër, vëlla atu shmitin a'da. Nuk guzon muslimani me thonë ha mire ka se kja është jo musliman. Asës. Pra kush jazdir një gajnë, një dërë, një vlaume, pra shahë të nga Allahu, ka me jazdir ati njeri, ati robi, një gajnë në ditën e kiametit, Allah i nasim në në. E ditë të thotë, omen jesëra ala muasir, kush jalleton dikujna një letësim. Shembo njëri ka morë një shka me kabletën, su li barë në sajtë të torbë, edhe të shkojnë të bëve me ashtë punë e ta marë. Në autobus shembo të hipën plati shumë tashë. 3 në autobus unën, hi plati, plakat, bile se kanë dhenë. A dhe rejo kja tërbija, e kunja kë tërbije, e kunja kë edukatë. Pra qaj njerë shka e leton një njeri që e ka një rënsi, një bagash, Allahu gjëllë sharë dhe, ka me jallesu atina une një barë, një ranësim në ditën e kiametit, Allah i nasim në do. E treta, i ka shku të përshoj për hisë kohës. O men setara muslimen, që kjo ma shumë intereson, se sot a shumë aktuale, vetëm se veshën kra i majun, ka të zonë pisë, të zonë gabim, leshën t'i hoxën në zonë, aqijën në zonë. Zemra në këzotë, dalë ma shpit për gjamije, edhe atë gabimin e hoxës e haqijës, e vlaut e motërës, ta shpërndaj për më një rendi dalë shalire, ej, hoxëja kështune, haqija kështune, filani kështune. Qaj njerë që jam lërë një madhe, në gjurë, Islam nuk ka, gratë veqe, burët veqe. I një dikur sot, burë i zbanë me që i gruën, ama gruja po bajke me që. Pikat për mesele. Si që është haram burri, i huj për gruën, edhe gruja është haram për që qërë, grëne huj. Pra këtë në kush jam lërë një marë, një gabim, një valdve, një motërëzve. Allahu një marë, që se ka ditë përveç Allahu, as gruja, as gjali, as elladi, as kërkush se ka ditën, vetëm personi, tej ose unë, edhe Rabbul Alemin. Nëse jam lëtë dikuj një gabim,
Allahu gjelle shanu qatë gabimin shka nuk e kam ditë asë njërë, ka me në ndimë. Për që këta do të nërë në mene një shemë të jakonë në kohët e kapqë. Si ka, a i ka 30 vetë, hajde një vjetë 30 vetë. Damaskin e sotin, Shamin e sotin, është një gjami mësgjid vërë dhe i lule. Qështë e ka jenë? Edhe imam i gjamiës normal, ajo gjami i ka të njerë. Njerë që jene edhe një këtë gjumatë të qeni kalaballoke me darse, e kemi hujë, ka të shkojmë na. Kur hinë ka një, a kur dami duhet me dami këtë për mjerë. Për s'ditës për mjerë. Edhe ki gjali, oficer me qenë, ishte martuar, kërë 5 mujve, i lindën një gjallë, një evlat. Edhe nalës ki gjali, kjo oficeri, do t'i la jarë. Si bëllë kjo për 5 mujë, e në një evlat në njërë. Edhe mërë në muhabeteve pa mos me zgatën, e tohë se ki nuk ashtë, se s'mundët, e kalmi në hamli. Shtazania 6 mujë me e fakta, 9 muja me e madhe. Kjo nuk mundët edhe hetohë se kjo grue, pra nuk ka ki fmi i që ti babë. Sot shumë të burët, falmi që ju thonë, i kuja ki gjallë dhe të grue, që. Zbi që ti i tira në rrës tane, kja është, a tupi maj marë. Edhe ki e rifi, vend dita lindër të një. Ta përsoj e ta shloje të ta ishë, ka drejta. Me gjishë, ka drejta. Krejtë të drejtët i ka pasën, edhe të mëra më natë, nesën, pra mas darë ke thot e morën një libër, një kitab, me fjallë të pejgamberit a.s. Që ki hadis o vëzë, shumë e lezoj, që ki hadis i para kujna, që ati oficeri, e ka lezuën, një herë thot e lezova, zemra shetonit i gjo, përse më lëkit marrë, për zditi, për srejtë e vendosa, me jam luën marrën kujna bashkër të steme, gryës steme. Edhe i thonë, o shoshë e gruë, me ndjes ta lash që djallë, ta veshish me, ta mathish, ta mlësh, edhe unë e marrë me vejtë. Aja nënë, kesh me në drejt pa drejt, ju ka rritë të nga. Ka thona, po do me mamita, me që të të me hudha. Jo, të dhe, punë e jene më su përzite. Te ki ba punën tane, unë e baj punën tene. Partë e gjamije që e lullë e gjamija, edhe ka hitë të dera krijesure maj mrami. Kur hi maj mrami, edhe asë minje e kalon të dera të prandi i gjamijes. Ki maj mrami gjemot ka hi, a falë, kur bojnë me darë ki mamas, edhe shojnë atë gjemot e të një gapir, do më thë një fmi, e palan një kushtonë. Kur djelë ki thotë gjemot, o që Felipe, qka puna? Të një fëmive përnën që kune. Kume që shka me i botë, o që Felipe, o që botë, a bani dëshmitari s'fa, se unë me kam me marrën këtë fëmije, i pajohu, kam me marrën me rujtën, sukën vend të vlatit tëmë. Teri këtë më rije, moshën e bini kërku. Ata Allah kohë me Allah gjenet të botë, dhe një urin e kanë bohën, edhe ta marrë fëmije me ka kërë të shpia, ja e gruës. Dhe gruë thë, sa të mësht të më shepsh këtë hesabë. Une ta kam lumë një marrë për marrë në mëdhaje. Vetëm se për hirë të Allahu, ta bajt të knaqër Allahu, se pejgamberi kështu ka thonë Rabbul Alemini, edhe u thët e krita. Gëzohet nga në, nesi qëtë mas nesi, nesi prama, hoxha, imam i gjamiës, e shenë në andër ka e shenë, Muhammed Mustafa a.s. Allah i nasim në gërë, mos në dënjoj inshallah në ahirë. A më në të din që të shkani i fali sunetit, mos labën hishat i fali se nuk ka punë me pejgamberin në nësë. Ata e ka mëzdoj, me të një bujnë.
e shem në andër pejgamberin a.s. kush imam i gjamiës. Si e shem? Pejgamberi i thot, o imam, voti filan, kje me shkume të qaj njeri, që e mund që fëmija, që ma dhjot, bani selam, thuj, pejgamberi a.s. i ka bo selam, të i o njerë, o oficer, kje me kon krahas, me muë në gjennet, me pejgamberin a.s. në gjennet. A ka mishë dhe më këma dhe vëzë, dhe Allah i nuk ka. Edhe hoxha që ditën, kjo oficiri, ka për kraj, me pejgamberin a.s. Unë e imam lëk, e vajis, e nasihat, e haram, e halal, edhe mu nuk më tha se ti ki me konë me mu. Edhe ta shqodë nesër, kur shkone e therën atë oficeri, i thotë, Allah, kam një emanetë, për një njëri shumë i mamë. A më pamë kalëzëm shka ki punu, unë e s'kalëzoj tije, emaneti s'kalëzoj. Unë shka ka, qeshtu. Kalëzëm shka ki punu një punë të madhe, që pejgamberi a.s. ka thonë ka me që që njërë, me mu krahës me rahmetin e Allah. E thëtë unë e kam lu një marre, edhe nuk du të kalëzoj ma atë marre me shlu, na? Thëtë mu kje me kalëzu se ashtë e kam urnën për pejgamberit a.s. Thëtë une, kur u martohat e dio shefet, i kam darës më teme, i krejt 5 mujme që është minja një, që nuk ka legitim, nuk ka zakon, për 5 mujme arë dë një e vlerë. 6 mujme minimumi, 9 mujme maksimumi. E thot e bona një jetë e lezova një hadis një herë, dhije 3 herë, edhe këtë hadisi, që ki hadis në qoj muë, me janë lu marrën, bashkërë të seme, gryë seme. Thot, ja hava, oti, ti shka e ki vorë këtë punë, dhije se nesër, i e me krahës, me pejgamberin a.s. Para ta vëzër, mos shkjoni gabrime, a shkoni thujni, shemë gabim, mos dimeri katër në pararashin, e hoqën e suna që të pisë, ose filan gruja, shko thuja ti hoqës e gjefëri, që të unë për të të se i e gabim, ki po të pësuj, oj motër, te i ki po që i gabim, asaj i thot, ati i thot, a me shpërndarë, qaj shka i shpërndarë, shefësie, sekrete e njerëzve besimtarve, në të ardhije se Allahu ka me jashlu marrën, ditën e kiametit para këtë krijesëve. E inshallah Allah i gjënë shanë në runë, për i du dhe këshia, kemi hala ka shumë vetëm shkurt e mishë, pra e nësmi Allahu gjënë shanë, që Allahu i badetet tona, me na i pranu Allah i nasim në tonë. Inshallah këtë i badetet, na i regjistronë Allahu në regjisën e ti. Regjisën shanë, as jarëmi se gjithë, as hajdutri se vetë, mas sakullamë, s'ka se paca e Rabbul Alamin, inshallah, këto punë tona, shka në duke shumë 30 dita, që si e kusot. A shka s'ka minu, a shka s'ka mbaj se ka respektu misafirin Allah. Prap në nuk jemi ashtu në fanatika, se Islamin në i largon ata, pra e nismi Allah, inshallah, bëjnë në men, edhe Ramazanët e tjera, inshallah, i ninon, se ibadet maj malë nuk ka, ibadet maj malë se Kurani nuk ka, një shka e adhuron Allah, me madhon Allah, për Allah e kemi lënë hajnë edhe për jetë. Hajde për masnesër cëlli burra që e le, jenë 6 ditë me majtë sunet, 6 ditë me përcjellë Ramazanë. Kushe ma, sa me e përnë? Pra, kur të vijë Bajrami, ma të në dalë me, nuk në shkon menja, që ki mujë, hajnë e kemi pas, pijë po, shanë edukatër, shanë shkollë e kjo, e kemi parë, kus në ka parë? Ama e kemi di se shka, Rabbul Alamin si mshehet as gjatë, e kemi respektu, urdhin e Allahu Gjelle Shanë. Pra Allah i qofti i knashëm, Allah i razi, si të mlejëshë e gjefëni, më kam bërë manet një dhavë, manet një mësh, më falë. Të e bëjë dhe një dhavë shkëtë mësh, më falë se në Shrivanova, shkoj e sonë, më tjera në të nuk ka.
Cenab-ı Yazık. Buyurun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يقول الله سبحانه وتعالى في أشرف كلامه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين اللهم يا مجيب السائلين استجب دعانا ببركة خواتيم القرآن العظيم اللهم كن لنا ولديننا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين ببركة خواتيم القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفيع ذنوبنا وثقال ميزاننا يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك وابن عبيدك قد ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ببركة ختم القرآن العظيم وببركة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم اجعل ثواب ما قرأوه وما قرأناه من القرآن العظيم والذكر الحكيم هدية واصلة إلى روح حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام طب القلوب وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وخاصة لمن نوي لهم يا رب العالمين اللهم لا تدع ذنبا في مجلسنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربة من كرب الدنيا والآخرة إلا نفسته ولا حائجا ودائما إلا قضيته ولا مسافرا إلا رزقته سالما إلى وطنه ولا طالب علم إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين ببركة خواتيم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من شر يد الأعداء من اليهود والنصارى والمجوس يا رب العالمين ببركة خواتيم القرآن العظيم اللهم اجعل ألسنتنا راتبة بتلاوة القرآن العظيم آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين ببركة خواتيم القرآن العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمة الفاتحة. رمضان إن الشوق فينا فاضح من ذا يلوم دموعنا بلقاك رمضان إن الدمع فينا غائر سبحان من بالمكرمات حباك